Dhe jemi ende prapë bashkëdashur mes, deri në ora 18 me materialet ndryshme. Unë paralajmërova edhe në fillim që në pjesën e tretë do ta kemi një artist i cili ka kontribuar shumë jo vetëm në dashurinë e tij për muzikën dhe pianon, por edhe për gjenerata të ndryshme. Ai vetë personalisht filloi si 10 vjeçar pasionin e tij për pianon, duke ushtruar e duke qenë sot një pedagog në Fakultetin e Muzikës, por nuk i ka mjaftuar kjo. Gran Shujaku, i cili është mjeshtër i pianos, ka ardhur në publikimin e këtij libri që unë sot e kam në duar me 21 këngë të dashura për pianon. Partitura shpesh kanë pas mungesa me studentët nxënësit e shkollës së muzikës me këngë të cilat i vlerësojmë edhe janë qofshin ato nga më të vjetra tradicionale deri në zhandre të tjera, është munduar t'i përzgjedh nga të gjitha nga pak për t'i vendosur që t'i shërbejnë studentëve. Agron Shujakun e kam studio me mua, mirë se erdhe. Shumë kënaqësi me të pas studio. Faleminderit për ftesën. Fillimisht të përgëzoj për librin edhe për këtë dhuratë kaq mirë që ju ke bërë studentëve dhe nxënësve të muzikës. Faleminderit. Ky libër ka qenë një ide e kahmotshme. Ndoshta jo për me realizuar një libër, po shpesh student ose thjesht ata që pianon e kanë si hobi, e kanë shpreh si mungesë pse nuk kena disa aranzhime për neve që i luajmë për qef, që si jemi profesional. Shpesh kom dasht me gjetë kohë për mi aranzhu për ndaj shok, ndaj shoqe që më mujt me lujt një vepër caktuar. Por kur nuk kom pas kohë, edhe nuk kom pas edhe aftësi teknike ta quajmë për aq mirë me zotru Sibeliusin këtë programin me cilin shkruajmë notacionin e muzikës. Por një ditë nuk disha me çfarë projekti me konkuru, Komunë Prishtinës për shembull, kur bo hapja, thash hajde bëj çit eksperiment për veti, edhe është diçka e re që se ka bo dikush për këto zhanre, sidomos për këto zhanre të rock, këngë të njoftuna të cilat ne i kemi dëgjuar si tri, edhe sot ka aranzhmane të ndryshme që luhen për artistë të ndryshëm. Thesha pse mos me bo një libër për një nivel mesatar, jo shumë të vështira, jo shumë të lehta, më thonë që secili që ka kryer ashta 4 vjet shkollës muzikës me mujt mi performu këto këngë. Ky libër, këngë që ke përfshi me siguri janë prej atyre melodive që janë më praktike për studentët, për nxënësit, edhe që janë ndoshta më të përdorshme, më të kërkuame. Si e përzgjedhje, si e bën përzgjedhjen, sepse ka të ndryshme nga këngët tona. Po, kriteri kryesor për përzgjedhje te unë ka qenë vjetërsia dhe populariteti. Tash shpesh kur kom fillu librin ndodh ke në pauza i rishikojsha këto edhe qëllëshin studentët dhe thëshin sa mirë bashkë ka nevoj për që si aranzhmane, ose bashkë mirë po bën se a di sa njerëzve i kryen punë kjo. Kjo për arsye se një muzikant që është i kompletuar, domethënë që i zotron jo vetëm instrumentin pianon, po që ka dhe aftësitë, solfegjës, harmonisë, formave, dhe veshin e zhvilluar, dhe aftësi për improvizim, ata nuk ka nevojë për këtë libër, se ata mujnë me lujt vetë. Po dikush që nuk e ka njënën për këtyne aftësive të zhvillune, e ka ma problem me nxjerr një këngë vetëm me ndigju dhe me lujt në piano, me lujt me njëherë, ose na kemi një zhargon që thojnë me nxjerr këngën edhe me lujt aty për aty. Do të thonë me improvizu me mbas të asaj që ka dëgjojnë. Që ka dëgjon veshje dhe me mundu me... Pa partitur, pa letrën për para të cilën e mbajnë pianistët. Po, tash problemi rreth asaj mënyre të interpretimit kur vetëm e dëgjon është që edhe vetë që nështë e lunë 100 herë një këngë njëjtë, asnjëherë nuk e luan njëjtë, varësisht prej disponimit, varësisht prej gjendjes që e ki, ose ndonjëherë eksperimenton diçka me do pasazhe më të vështira, ndonjëherë don me lujt më thjesht. Unë kam menduar me standardizu për një nivel mesatar që me mujt secili që pezoj me ka kry pianon, po nuk
nuk merret më atë profesion, po ka qef mi luajt këto këngë. Disa, po. Ose disa prej këtyre këngëve. Po, madje pas ke bërë edhe një shpjegim këtu në fillim të librit për shpjegimet shtesë mbi gishtrimet dhe interpretimet e këtyre këngëve. A ke pas nevojshme domethënë? E kam pas nevojshme për shkak se unë gishtrimet janë domethënë sheja të ku vendoset gishti, zakonisht ne është për gishtin e parë, 2 për gishtin e dytë e kështu me radhë. Unë gishtrimet i kom bo për pianista. Po, ata që e din dhe e kuptojnë. I kom shënu që për ata që i vjen vështira gishtrim, mujnë mi thjeshtu gishtrimet, për ata që kanë dorën e vogël, mujnë mi thjeshtu akordet. I kom shënu disa shembuj si që nuk do me thonë më lujtë strekt që kom shkrujtëm, po mundet edhe më thjeshtu në mënyrë që mos me hup idenë, do me thonë ideja edhe për ata që është pak vështirë, me qenë edhe ma letë, me arrit qëllimin final, do me thonë lujtja e kësaj këngës në piano. Pse 21 këngë? Pse 21? Ideja fillestare ka qenë 50. Okej. Do me thonë, unë që ka i kom identifiku kështë prej një koleksione që i kom përzgjedh. Mirë po, gjatë punës e kom pa sa punë e madhe është. Edhe kom pa që libri po del shumë i madhe dhe kam hup shumë kohë. Ky projekt është dashur që më ti më kry. Mirë po, e kom nënvlerësu atë punën cila vynë për transkriptim. Edhe jom vendos pe ati koleksione që i kom pas 50, që i kom përzgjedh, si ma të popularizuara, kom përzgjedh 20 fillimisht, edhe në fund më ka kujtu edhe një që jem duhet me shti edhe kom bërë një s'kona i specifik veçan një stenishe. Në fund, fillimisht kanë qenë 20 një ide, po në fund e kom pa që pe kekëtën e kongëve e kom haru edhe zeshkanë. A zeshkanën e ke haru? Edhe e kom shtisit një stenitën. Po ani, po t'inglon bukur një steni këngë të dashura për piano. Ndërkohë, për zgjedhja, sepse janë disa prej këngëve që i dim edhe na që s'luajmë piano, po të paktën kur dikush luajmë piano, na mund t'i këndojmë, sepse i dim edhe nëse s'na shkazoni. Kur hona del, valsi Lugtërisë, që është një prej matë kërkunave, ku do ndasma, ku do në hingje, rridh në këngë ligjerime, pranvera në Prishtinë, tu Mankuqe, deri te Zeshkanja, të Duasa, të Utën, e këngë të tjera të cilet janë të gjeneratës ma herët. A është nostalgjikja, apo nuk kemi ma të prodhu këngë të mira? Po, është pak nostalgji, po nuk është vetëm nostalgji, se unë e kom vrejt që gjeneratat e reja shumica i din këto këngë. Po. Ndashta nuk i ngojnë, po momentin që dëgjojnë e din cila këngë. është se këto këngë luhen, interpretohen dhe riaranzhohen pe zhanreve ndryshme. Do me thonë, që për shembull këngën Era, s'di sa herë shpesh për në DJ në radio, për në DJ në YouTube, do me thonë, ka shumë aranzhime të këngës Era të gjunëve. Unë një mundu në këto transkripcione për piano me qenë sa ma ofër originalit, pa shtu disa veçërit cilat zakonisht kompozitorit duhet të mishtu, po në këtë rast unë si jam kompozitor, po i kom kompozu për piano. Ta manësi shumë janë. Ideja ka qenë që mos mu largu pe originalit. Do më thonë, aj që i lunë atë këngë, pezojmë në heng ose diçka, me ditë me njerë cila po luat. Edhe sidomos, për shembull Xhamadani Via Via, është një këngë që shpesh në shkolla fillore, për nder 28 nëntorit, më kanë lutë këta mësuset ose hajde ndihmona dhe kom përfundu nështë edhe në program të jarë këtu fëmijët me një senta diçka. Edhe një për arsye pse i kom shti Xhamadani është ajo, dhe më thonë është një këngë që gjithë e dojmë edhe interpretojmë. Edhe po ashtu Kuqeze, kjo që përdorin për festa kombëtare, do më thonë një mundu gjitha kapak ato që ka ki drejt, është pak nostalgji, po është edhe pak rikrim i antologjisë tonë ta quj. Fillimisht titulli
titulli ka dasht me qenë, ku më pas qef, me pas fjallën antologji, po më ndih thësha po dhe shumë serioze, të bëj pak më të pranueshme. Shumë pedagogjike. Shumë pedagogjike. Ashtu kështu kanë me përdor nxënësa studenta, kështu që hajtë mi pak nxënësa dashnis. Edhe më ndih me shumë propozime vendosa me thonë këtë në këngë dashura të cilat që i dojnë. Që i donë piano, dhe me të vërtet është ka sens kjo, sepse tingulli i pianos i donë shumë ritmin e qëty në këngëve të cilat i ke përzgjedhë. Shkojnë kogja me njëna tjetërën. Në ndërkohë, po du me informu ata studenta nxënësa publiku, ku munden me e gjetë, Agron? Libri momentalisht gjendet në librarinë Dugagjini. Okej. Dhe me thonë, gjendet në librarinë Dugagjini, nuk e pas kem çmimin këtu, thash t'ju tregoj me çfarë çmimi shitet, po munden me shku atje edhe me ble. Online nuk munden me porosit hala. Hala jam të bo disa përpjekje qysh me bo, po pak këto probleme teknike e pa mundësojnë këtë formë distribuimi, por sidomos për këta bashkëdhetarë tonë, që besoj ka plot që fëmijët mësojnë atje piano, edhe besoj që ky libër ka me qenë shumë i dobishëm për ta. Shumë shpejt besoj që do të bëjnë një zgjidhje edhe për ata që me mujtë me porosit jashtë. Po. Në ndërkohë, kretë ata që janë pasionant të pianos, që nuk e kanë profesion, njohim shumë njerëz të cilët në shtëpitë e tyre mbajnë një piano sepse ju pëlqen, edhe din të luajnë piano vetëm sepse janë mësuar nga kurrishtja. Pse jo ta kenë këtë libër në shtëpitë e tyre dhe në kohën e lirë, kur kanë dhe dëshirojnë të kalojnë momente relaksuse, me muzikë të mirë për veshin, relaksuse për kokën, për trurin, për shpirtin, janë të gjitha këto këngë ma të mira, jo vetëm nostalgjike, po edhe ma të mira të kohërave të ndryshme që i ka përzgjedhur Agroni. Unë të falenderoj shumë Agron që ishe sot në emision me neve. Ju falenderoj për ftesën. Ishte shumë kënaqësi. Edhe shpresoj që me këtë mos ta ndalesh me kaq. Fatkeqësisht nuk është një piano, çto si kisha mujt me lujt edhe me. E thash edhe unë para se të vijë, thash gjuna që se kemi një piano edhe me lujt bashkë me profesorin, po nuk do të thotë që s'kemë ardhur prap, edhe s'do me thonë që s'blejmë piano kurrë. Edhe kur ta blejmë pianon të ftojmë, pse jo me na relaksu pak edhe audiencën tonë me këto këngë kaq të mira që i ke përzgjedhur. E shpresoj ato tjera që kanë me 30 sa vjen, jo 29. Ta që 29. Ato tjera të vinë shumë shpejt me librin e dytë. Po, megjithëse jam pak i dekorajuar se duhet shumë punë, po mendoj që unë komendu ato me pas krejt me një libër, po të shoson gjithmonë lodha pak, mandej. Një orë piano dhe relaxosh. Hajtë se përbëj, harron. Jo, nuk duhesh me u lodh, sepse po e tham kështu në tojza bashkë ndaj studentëve ta marrim këta, sepse e ke lehtësu punën shumë krejt atyre që dojnë me partitur përpara, me interpretu bazën e këngës ashtu siç është pa ndryshuar asgjë. Kështu që faleminderit shumë edhe që ishe, po edhe për këtë dhuratë kaq mirë për studentët e muzikës. Faleminderit. Dashur miq, kemi qenë kështu së bashku me Agron Shujaku, është pianist, pedagog dhe një prej atyre që ka mendu dhuratën më simpatike për studentët e tij. 21 këngë të dashura për pianon e gjeni në librarinë Dugagjini për ta blerë shumë shpejt, ndoshta nëse rregullohet edhe në mënyrën online të porositjes së këtij libri, po deri atëherë gjeni te Dugagjini. Ne po vazhdojmë me diçka tjetër, po shkojmë bashkë tek Albelina Shabani Lazi, nutricionistja jon, për të parë se çfarë do na flas sot e çfarë do na gatuaj sot.